një kohë gropa Ajdinit në Tiranë, një memorje jo e mirë, besoj që i gjajmë zgjidhje për ata, ajo ka metë në kohët e kryetarit, ish kryetarit Haskukas. Po do me fajsu kërkon, veç me ditë kur ka metë aty. Ka të interesuar investitor privat për me bo një kompleks me një pishinë olimpike edhe një kompleks edhe me mundësi tjera, prandaj konsideroj që përveç palesës sportive që ekziston veç, terenit teniseve, terenit tjetër për basketball, një sallë e vogël është për mundje, një sallë tjetër për sportet vogla ku bojnë pjesë ping-pongi, sportet që nuk kërkojnë shumë hapësin, aty bëhet një kompleks shumë i madh me shumë lloje të infrastrukturës sportive për shumë lloje të sportit. Kretë komuna mi menaxhu ato me lëshu? Komuna. Përveç pishinës që tentojmë me bën në bashkëpunim me biznes privat, edhe me ia dhënë shfrytëzim për një kohë gjatë, pjesën tjetër e menaxhon komuna. E vërteta është që ka nevojë për një palestër më të madhe diku me 5000 vende, ka pas bisedime me partner privat, mirë po ato gjëra është shumë vështirë me realizu edhe një herë po e them në kohën kur e kemi një qeveri që është shumë restriktive edhe jo bashkëpunuese për gjëra të tilla. Mos t'i bjen kjo që pa ankohuna shumë, është veç informacion pse deri më tani nuk janë bërë disa gjëra që ka pas ndoshta mundësi me bërë. Hajde të flasim për çet punën se qeveria është ka bllokon. 22 milion euro këtë parës që u ka thënë për mbarusja veç kontratës kolektive. 22-3 milion ne kanë marrë për mbarusi prej fillimit mandatit tonë, diku 90% janë pasojë kontratës kolektive. Po, pjesa tjetër janë obligime tjera që janë pak a shumë normale ato. Tash kur e ki parasysh faktin që ne kemi pas një 90 milion për investime kapitale për 4 vjet, me të marrë 22-3 i bjen 25% gati, nuk është shumë për menaxhim. Është e madhe. 22 milion euro. Në anën tjetër po figuron që prapë përmi 20 milion euro janë të argëtueshme. Janë mjetet të cilat i kanë bërç komunës kryesisht për tatim pronë. Paguna e kush tatim pronë ka ju aneja. Paguin, mirë po këtu janë borxhe shumë të vjetra. Janë borxhe që janë të vjetra me dekada, edhe është shumë problem me inkasu ato. Përndryshe, tatimin pronë është burimi kryesor i të hyrave vetanake që i krijon komuna për buxhetin e vet, jashtë grantit qeveritar që e merr. A këto mi fal nuk mundësh? Mi fal nuk mundësh se ligjërisht s'ki drejt. Mi argëtu të kushton ma shtrejt vetë argëtimi se sa mjetet që e merr, edhe më një farë mënyra kanë me të pezull që ashtu, po tatimin pronë edhe taksat që paguen për dhënies lejes ndërtimit, diku neve na kontribuojnë në buxhet komunës deri në 15%, edhe është një shumë solide. Kjo është e garantuar me ligj që përmbaruesi nuk ka drejt mi marrë në asnjë mënyrë mjetet të cilat komuna i ka kriju vetë. Edhe këto na i ka marrë qeveria. Për herë të parë ka ndodhur që qeveria mi marrë mjetet e destinuar për subvencione që është një presedant ligjor. Që i ka marrë qeveria? Përmes përmbaruesit. Okej, po të mos i ka marrë qeveria, po përmbaruesi i ka thënë dhe mane i ka marrë që aty ku i ka gjetë. Po veç subvencionet nuk guxon mi marrë nëse flasim duke u bazuar në ligj. Investimet kapitale, mallna dhe shërbime i kanë marrë. Edhe pak a shumë është ma e butë. Subvencionet me marrë është kogja... Kanë marrë vitise suareke se këtu një u kanë mshel kretë, s'kanë thonë as rroga. është ma keq. Nuk është, po du me thonë që është prizreni për jashtim, s'po thonë që ka bo mirë që ja u ka tha parët.